Nuk po dalë aty se që kam pas për të thënë lidhur me të çështje i kam thënë dhe dua vetëm 30 sekonda. Më duhen vetëm 30 sekonda dhe sot në këtë sallë kam ardhur për shqiptarët që presin legalizimet prej jush, prej 20 vjetësh, dhe për cilat ne do të bëjmë ato që jemi zotuar legalizimet falas. Tani, prokurorin e keni ende në hijen e frikës nga ai. Gjykatat nuk diskutohet. Presidenti i Republikës me siguri do ta kishit 100% me vete në këtë rast, kështu që unë ju bëj një propozim. Ta mbyllim këtu këtë debat dhe të bijem dakord që unë i pari, Saliu i dyti, adjutanti Keshqupi i treti dhe gjithë gritëria e angazhuar në këtë shfaqje të neveritshme të shkojmë një e nga një përpara prokurorëve të çështjes. Dhe nëse ju provoni një ju lutem mbani qetësi, mos bëni zhurmë. Ju lutem propozimin. Ju lutem sepse ai ju ka dëgjuar me qetësi dhe nuk ka reaguar asnjëherë keni folur ju. Unë po ju bëj një propozim konkret që i vlen çdo kujt, gjithë shqiptarëve dhe gjithë atyre që nga jashtë Shqipërisë ndjekin këtë çështje. Pse se dëgjoni deri në fund. Pra dhe herë, unë i pari, Saliu i dyti, adjutanti Shqupit i treti, dhe pa diskutim gjithë gritëria e angazhuar në këtë shfaqje të shkojmë një nga një para prokurorëve të çështjes, dhe nëse ju do të provoni jo të gjitha, po një, qoftë edhe vetëm një, nga gjithë akuzat tuaja, të gjithë këtyre ditëve, që lidhin mua me trafikun e drogës, unë nuk do t'jap thjesht dorëheqjen, por do të zhdukem përgjithmonë nga ky mikrofon dhe nga çdo mikrofon dhe do t'i nënshtrohem çdo ndëshkimi. Ama të bijem dakord që në rast kundër, nëse asgjë nga gjithë këto që ju keni ngritur në këtë val llumi dhe keni derdhur në veshët gjithë shqiptarëve për lidhjen e mia me drogën, nuk do të provohet, atëre unë nuk kërkoj të njëjtën gjë që do bëja vetë. Ju kërkoj vetëm të bini dakord që Saliu dhe Josefina të bashkohen me ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë një ditë si vullnetar për të dezinfektuar divjakën nga Mushkonja në prag sezonit turistik. Dezinfektimi është i proces i pashmangshëm që do të ndodhi nga liçeni Butrintit e deri në Shëngjin e Velipoj, sipas informacioneve më të fundit nga Ministria e Shëndetësisë. Shqipëri dhe në mbar botën pan më të pudrosur se kur Edi Ramën, baronin kryesor të drogës në Shqipëri dhe në Europë. Pan Edi Ramën të cilin, i cili me një shpejtësi të rrufeshme shndroi Shqipërinë në vendin e narkoflotiljeve. Pan Edi Ramën, i cili u serviri shqiptarëve
aeroplan të narkotrafikut për mushkonja. Tirana ka një background. Një lidhur bloza me tymin. Është i lidhur Rama me drogën. Ktheuni pak tek banda e rrugës Kavajës. Vazhdoni pak me bandën e hakmarrjes për drejtësi. Shkoni tek banda e Dritandajtit. Vazhdoni tek intimit e tij. Që të gjithë vetëm drogë bënin. Dhe e pudrosin me drogë. Pa përmend Kadrovskin dhe dokumentat e tij. Pa përmend atë. Pra, ti kërkon dhe zotosh se po jetosh, do jetosh ti, por qytetar shqiptar do të rrëzojnë qeverinë tënde. Dhe atë do jetosh. Dhe ti i ke bërë vendit damin më të pallogaritshëm me narkotrafiqe. Dhe ti je shtruar në një rrezik të madh kombëtar për çdo fëmijë, për çdo tri, për çdo grua, për çdo burr, për çdo të moshuar të këtij vendi. Ndaj dhe lëvizja që sot filloi, lëvizja do të mbush misionin e saj, por është mirë të kuptosh, se je i vetmi kryetar ekzekutiv në Europë që shtrove vendin tënd në Kolumbi dhe pastaj mendon se do t'i shryesh këto me fjalime, e diç më kujtove mu me ato fjalime ti. Absolutisht më kujtua fjalimi Lamtumirës Enver Po. Të puthet mbllaqos më i Shqipëri, thosht ai. Ju puthon për gjafoj shqiptar, thosht Edi Rama. Identik, para fundit gjithnjë ka një frymëzim të njëjtë. Po. Edhe të mocionit antar i Partisë Punës, unë nuk e kujtoj që Enver Hoxha të ketë bërë një fjalim Lamtumire, se po ta kishte bërë zotrote do kishte vdekur nga infarkti, se Hysni Kapo po vdiste dhe ti i ngele Vitos Mprerë. Llogaritet të të bëtë të dëgjojë Enver Hoxhën duke bërë fjalim Lamtumire, do kishte vdekur në vend. Tani, unë nuk të thash as ty dhe as nuk ju drejtova gritëris me përbetimin tim që të tohem. Unë të them ty që e ke përbaltur Shqipërinë 20 vjetë, bo burë, qohu, bashkë me adjutantin e Shqupit, bashkë me gritërin tënde, dhe edhe unë bashkë me ju, para prokurorëve, vërteto vetëm një në akuzën e tua. Dhe, Sali, dhe duhet ta... Ju lutem bani qetësi, ju lutem. Dhe duhet ta pranosh, dhe duhet ta pranoni që propozimi im ishte jashtëzakonisht dashamirës. Unë ju them, nëse ju vërtetoni, unë jap dorëheqjen, po zhdukem përgjithmonë dhe i nënshtrohem çdo ndëshkim ligjor. Ndërkohë që juve ju kërkova vetëm që ti, bashkë me Josefinën, me ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë, vullnetarisht një ditë dizinfektim, se nuk mund kërkoj dot unë që të largohesh ti nga mikrofoni, se është njësoj të kërkosh mizës të largohet nga shtegu i jashtë qitjes kalit, dhe këtë s'mund të kërkojmë dot ty. Ju lutem, keni durimin të agjoni njëri tjetrin dhe nuk keni pse ndërprisni asnjë koleg. Duke ditur rëndësinë kapitale të problemit, erdha i betur këtu që të mos merrem me asnjë aspekt tjetër të këtyre shokëve përveç drogës. Për sa i përket qëndrimit ti, para dhe ditë të vdekjes Enver Hoxhës, unë
mund t'ju rrfej ju me saksi çdo gjë, mbasi për fatin tim një mik i imi është dishmitari të gjitha këtyre. Por këto janë sot të larta dhe të parëndësishme, sepse janë si për ju, për fëmijët tuaj, për qenjen tuaj, për dinjitetin tuaj. Ka shpëtimi i Shqipërisë nga narkotrafiku. Shqipëria në 8 muaj qeverisje ushtruar në Kolumbinë e Europës, dhe në Kolumbinë e Europës nuk e shtroi prokurori i Zvicrës, nuk e shtroi as prokuroria italiane, nuk e shtroi opozita shqiptare. Në Kolumbinë e Europës e shtruan ata të cilët të angazhuan flotiljet e narkotrafikut me lejen, miratimin, aprovimin e Edvin Ramës. Këti baroni droge që para shumë vite ka lajmërova ka shtruar Tiranën. Patricën e larjes para drogës kanë dhe me gjërë. Tani po shtron Shqipërinë në lavatriçe madhe, gigante, trafiqeve drogës parave të tyre. Kjo seancë është për këtë problem. Kjo seancë merre po deshe rrotën e avionit, se do të thonë o rrot avioni, o kryeministër rrot avioni, si dëshmi, po s'ke ku e qon atë o rrot avioni. E ke aty, ajo është bërë simbol yt, sepse 2 muaj rjesht, keni mohuar në mënyrën më të paskupull, ke bërë avokatinë e atyre rrotëve pa thyre tani të tyra. Ju lutem se kthyehet në debat rrote. Ju lutem. Po ju lutem tani. Ju lutem. Po, zoti Rama po. Unë vazhdoj këmbgul, duke qenë se për masat e çështjes ashtu siç ju e përshkruani janë kaq dramatike, dhe për më tepër ju pretendoni se dispononi fakte dhe dokumenta, ka vetëm një mënyrë për t'i dhënë fund këtij ermi kaq shumë vjeçar në mungesë të një prokurorie që në fakt duhet ta kishte bërë prej 20 vjetësh rresht detyrën që kur politikanët bëjnë akuzat kësaj natyre për njëri tjetrin duhet i thriste dhe t'i thoshte urdhëro mjep prova. Tani, nëse ju dhimbset kaq shumë Shqipëria që ju duket e mbërthyer nga narkotrafiku dhe dispononi në formë provash gjithë ato akuzat që keni hedhur për të çoroditur opinionin publik, edhe një herë po ta them, dhe nuk të kushton asgjë që po si provohet dot me Jozefinën një ditë shtune me ministrin e shëndetësisë, Ilir Beqja po vjen me ty, s'përkasni në Divjak se është dhe për sezonin turistik. Në rast se i provoni, unë ju siguroj që jo do heqen, po gjithë sa thash. Prandaj, që është këtu, merr fjalën, rimerr fjalën, vazhdo fjalën, seanca, bo burr Sali, që bashkë me griderin tënde, merr adjutanin e Shqupit, shko tek prokurorët dhe e ke shumë thjesht. Vërteto një akuzë dhe shpëton një e mirë nga unë. Është shumë e thjesht. Dhe lere e me Hoxhën, lere isni kapon, mos u merr me atë histori, se kur na kujton atë histori, na kujton se sa shumë penge e mbajt gjithë të vite këtë vend, si personazhi i vetëm i mbetur këtu vërdall i asaj historie. Lere e mërë, mos u merr me Enver Hoxhën, gjo mua. Ju lutem sepse keni për të folur prap. Si. Me duhet i them se zbashku me Mriken do ikni, së bashku me Mriken do ikni, i përdor baza, i përdor teritorin për avion droge, ka vetëm një rrugë të ikish se me parë.